A ban me fal namazin në vet, nga se kur po e falmi namazin me xhamat, nuk po mundem me u koncentru. Rasti është për tek gjinia femërore. S'ka dyshim se namazi vet është i pranuar. Si për gjinin femërore, po ashtu dhe për gjinin mashkullore. Argument që namazi vet është i pranuar, nga se thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se namazi me xhamat e ka vlerën sa 25 herë apo 27 herë nga ai që e fal namazin vet. Pra dhe namazin që e fal vet e ka konsideru pejgamberi sallallahu alaihi wasallam namaz që nën kupton se është namaz i pranuar. Megjithatë ka ndryshuar mendimi dietarëve për çështjen e faljes së namazit me xhamat. Disa nga ata e kanë konsideru faljen e namazit me xhamat obligim, në veçanti për gjinin mashkullore. Ndërsa për gjinin femërore, tolerohet dhe lejohet që mos të falet namazi me xhamat. Argument për këtë transmetohet nga Xhuvairi, bashkëshortja e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, e cila i thon te pejgamberit Allahut: kam dëshirë që të falem pra me ty me xhamat në xhamin e pejgamberit Allahut. E ne të gjithë e dim se namazi në xhamin e pejgamberit Allahut shumë fishohet shpërblimi. Shpërblimi është i një namazit me nimi. Megjithatë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ju përgjigj Xhuvairijës dhe ju përgjigj të gjithë grave të ummetit të tij dhe i tha se namazi gruas në shtëpi është më me vlerë se sa të falet namazi me xhamat me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Arsyeja pse pejgamberi Allahut nuk i obligoi gratë që të falin namazin me xhamat dhe nuk i obligoi gjithashtu që të falin namazin e xumas, si në transmetohet nga Aisha, është që gratë sa më pak që të dalin nga shtëpit e tyre. Nga se qëndrimi i grave në shtëpit e tyre është më afër devotshmërisë dhe më afër tekvallakut. Derisa Aisha radiallahu anha, e cila jetoi pas pejgamberit sallallahu alaihi wasallam afërsisht dhe 40 vite, në atë kohë që gratë nuk dilshin nga shtëpitë e tyre, apo gjinia femërore nuk dilte nga shtëpitë e tyre vetëm në rast nevoje, megjithatë Aisha tha, sikur të kishte qenë gjallë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe grave ja kish obligu namazin me xhamat dhe ja kish obligu xhumon, nga se ai i amnistoi, i arsyetoi që mos të prezentojnë me xhamat, që mos të dalin nga shtëpitë e tyre. Përderisa Aisha tha, keni fillu që të dilni shumë nga shtëpitë e juaja, mendoj se sikur të kishte qenë pejgamberi Allahut, do t'ja kishte obligu namazin me xhamat. Si do qoftë, namazi me xhamat është më me vlerë në përgjithësi dhe nuk është arsye mos koncentrimi në namazin me xhamat, arsye që të neglizhohet namazi apo prezentimi në namazin me xhamat. Ndërsa sa i përket gjinisë femërore, s'ka dyshim se më e preferuar është që ajo të falet në shtëpinë e saj. E namazi më me vlerë është që të falet në dhomën e fjeqetës së saj. Pra të lejohet që të falësh namaz vetëm kujdesu që të falësh namazin me koncentrim dhe në kohën më të preferuar. E koha më e preferuar është porsa të hinë namazi apo koha e namazit, përjashtim të namazit të jacis dhe namazit të drekës gjatë stinës së verës. Nga se këta dy namaze preferohen pak që të vonohen, siç kanë ardhur në hadithet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam.